Ndryshe nga herët e tjera kur zakonisht në pjesën më të madhe të rasteve mesazhet janë politike, këtë radhë kryeministri Rama e kishte përqendruar fjalën e tij tek procesi i integrimit, që ka ndodhur edhe radhë të tjera, por në një fushë të caktuar të ndjeshme për qytetarët, siç është siguria ushqimore. Zoti Rama pranoi se siguria ushqimore në Shqipëri është në nivele të ulta dhe në këto kushte që jemi sot, jemi të paintegrueshëm në Bashkimin Evropian sa i takon pikërisht kësaj fushe. Duket se vetëm mjedisit që është një element shumë i rëndësishëm dhe një fushë shumë e rëndësishme, siguria ushqimore pashtu duhet kaluar me sukses për të integruar në Bashkimin Evropian. Madje, sipas zotit Rama, Shqipëria është dhe qeveria shqiptare është duke negociuar me Bashkimin Evropian që pas antarësimit, pra nëse gjithçka shkon mirë dhe synimi i qeverisë është 2030 për të antarësuar, të marrë një kohë 5 vjeçare, të paktën sipas zotit Rama për të përgatitur vendin për të hyrë në kushtet e sigurisë që Bashkimi Evropian kërkon sa i takon çështjes ushqimore. Ndërkohë, nga ana tjetër, veç pjesës së integrimit ku pati thuajse 80% të fjalimit të tij 22 minutash në pallatin e brigadave, zoti Rama padyshim që kishte edhe një mesazh për të vetët dhe për grupin e tij parlamentar përpara nisjes së sesionit parlamentar, kërkoi nga ata që të ishin më pranë qytetarëve dhe të mos i braktisnin ata. Kjo gjë dhe ky opsion, pra ribraktisja, tha zoti Rama, nuk duhet jetë opsion për këtë grup parlamentar, pra duke u tërhequr në këtë mënyrë edhe vëmendjen ku her pas here ne shohim në terren deputetët apo ligjvënësit të shfaqen në momentet kur afrojnë periudhat e fushatave zgjedhore, si për zgjedhjet lokale, ashtu edhe për zgjedhjet parlamentare, dhe duket sikur në një farë mënyrë harrohet për pjesën tjetër të kohës. Takimi i tyre i shpesh duhet thënë me qytetarët dhe problematikat e tyre. Këtë gjë kujdes që ti tërhiqte veshin në një farë mënyrë apo ti ishte më kërkues ndaj tyre duke rikujtuar edhe një herë. Nga ana tjetër, u ndal edhe tek struktura e Kuvendit të Shqipërisë, duke rikthyer vëmendjen tek ndryshimi i komisioneve parlamentare, por nga ana tjetër theksoi se në kushtet dhe në procesin e integrimit evropian duhet ta modernizojmë administratën e Kuvendit, duke përfshirë më tepër teknologjinë, dhe nga ana tjetër u rikthye në një tezë e cila në fakt është deklaruar edhe më herët për një godinë të re të Kuvendit të Shqipërisë. Do duhet të hedhin piketa, tha zoti Rama, për një godinë të re të Kuvendit të Shqipërisë. Do të mbetet për të parë në vijim se si do të jetë kjo pjesë dhe ku do të jetë godina e re e Kuvendit të Shqipërisë. Këto ishin disa nga pikat kryesore të zotit Rama, ndërsa pjesën parlamentare, sfidat e grupit parlamentar zgjodhin që nga një anë t'i jepte kryetari i Kuvendit zoti Peleshi, dhe nga ana tjetër kryetari i grupit parlamentar zoti Balla. Zoti Peleshi u ndal tek sesioni i kaluar parlamentar dhe nga ana tjetër edhe tek ligjet të cilat pritet të miratohen gjatë këtij sesioni, i cili do të nis ditën e hënë në datën 19 pasdite në orën 17. Duhet thënë se ky parlament edhe ky sesion ka disa projekt ligje të rëndësishme, por po ashtu edhe reforma, të cilat nëse do të kalojnë me sukses do duhet të votohen në fund, kur përkon edhe me mbylljen e sesionit të fund të muajit korrik. Një nga reformat më të rëndësishme, duhet thënë, është reforma administrativo-territoriale, për cilën është folur shumë gjatë kësaj kohe, është krijuar një komision, por ende nuk kemi një draft apo një plan pune konkrete. Shumë flitet në media edhe nga eksponentët politikë, nëse do të kemi një shtim të numrit bashkive, nëse do të kemi një reduktim të tyre, por një plan të shkruar ende asnjëra nga palët nuk e ka. Megjithatë, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste ditën e sotme vuri theksin dhe vendosi një afat, nëse mund të themi kështu, për fundin e korrikut, kohën kur do duhet që Komisioni i Posaçëm i reformës territoriale të sjellë një draft apo një produkt për të votuar në Kuvendin e Shqipërisë, në mënyrë që kjo gjë të implementohet në zgjedhjet e ardhshme lokale. Pranvera e 2027-ës është koha kur në Shqipëri do duhet të mbahen zgjedhjet normale të radhës lokale ndjes dhe do duhet që të implementohet kjo ndarje e re administrative-territoriale. Me interes do të mbetet se cila do të jetë qasja edhe opozitës në kushtet kur ne kemi parë shumë herë qëndrimin të paktën gjatë seancave të fundit të saj, e cila nuk ka qenë i njëjtë me mazhorancën për shkak të gjithë atyre që akuzave të ndërsjellta duhet thënë, dhe në këtë mënyrë opozita ka kushtëzuar praninë e saj në dy komisionet e posaçme. Do të shohim nëse do të kemi një
ullje në tryez të pozitës me opozitën, një dialog sa i takon kësaj çështje dhe do të shohim nëse mazhoranca do e shtri apo jo dorën, pavarësisht se duhet tekstuar fakti se mazhoranca socialiste i ka numrat e nevojshëm, megjithatë jo gjithmonë kjo gjë duhet shkojë në raport të drejtë dhe duhet shmangur zëri kritik apo opozita në këtë rast. Prandaj do të shohim nëse opozita do të marrë pjesë në këto dy komisione të posaçme dhe cili do të jetë qëndrimi i saj nëse do kemi një ulje në tryez të dyja palëve dhe një dakordsi për reformën territoriale, kur ka kaluar në mos gaboj 12 vite nga reforma e fundit territoriale që është votuar në vitin 2014 apo 2015.